Mu më shtyti me ardhë është se të e pa qëfar që kena heke, kena përjetu na si familje dhe shumë familje në Kosovë, atëherë unë nuk jem pajtu me nejtë në Kroaci, po nuk jem pajtu më atë ku, edhe kam marrë në luftë qaj ka shti për me ardhë, me ban një shlirim me jetu sa që shpo jetojnë në shtetin tonë. Kam ardhë pe Kroacie, o bo organizimi e tërë që bo një organizim marrë për vendin të thret për luft, edhe e marrë në Shqipni, në Kokë, në Durrës, pe i Durrësit, i kena nejtë një natë aty, na kanë qunë Burrel, kam nejtë 12 ditë, pe i Burrelit, po kena bo një farë trajnimi i mirë, po në asi triun, s'kom qenë asu shtara, ka s'kur gjonë, për mu unë pak problem, se na kanë thuja krejt gjenerata shumë të reja. Kem pas 19, 20, 21, gjenerata me vjetra në rrethin tonë që i në arpi Kroacie u kanë deri 28 vjetë, që unë e di, krejti na kanë një gjenerat shumë e re. Pe i Burrelit i në arë në Feken. Feken këna nejtë 3 javë ditë, këna bas tërvitje me ushtarët, me oficirat të Shqipërisë. Kem bo një përgaditje ashtu qysh neve në vdo ke mirë, kupto dhe e mërë. Mund për veti jam i knasën me atë përgaditje që e kem bo në atë ko. Edhe i na hinë në frontë. Kena bat luftën tonë, qka kena mujtë në asë ushtarë të shekes, edhe kështu që krenohem se na kena bo një luftë pastër, të mirë, me ato kapacitetet tona që kena pas, kena luftu bëllë, se ushtria shkive ka pas një kapacitet që din tonë qfare, e UÇK-ja ka pas ndryshe. Po na i na konë moralisht, i na konë shumë të fort, edhe aja neve na i na konë gjithmonë fitimtarë. Nigam, une, ku ka marrë dhe prej Kroacie në Shqipëri, kanë marrë vesh prind që une jam marrë në luftë. Edhe ata shumë kam pas që, po me një mënyrë, edhe ju kom dhimë si i ri, kupta se të i parë rëthonat qëfare janë, qëfare armatimi edhe një i ri, kështu gjithë ku i dhimet një vlad, për shamë, kur të merë një iniciativë, se dhe nësot ka me vlad, fëmi. Ushteran për printe. Po, unë thash kom vendos, du me hin luft, du me shku edhe du me bo ato që ka unë mendoj për vendin tonë, për familjen, edhe shkurtimisht, kom thonë, du me hin luft, du me nëzirë harqet tona që neve shana kanë ba sërbë. Edhe prindi jam, baba, dhe këtu, tha, okej, tha, s'po ta prishi, tha, është vendimi mirë, tha, po, për të prind, tha, është tran, tha, po, pajtona, dhune, tha, shqyqyrës që kam kësi djelsh, tha, që pe morin edhe i nëzirin harqet tona. Kështu që, kjo konë biseda prindit tem me mu. Ajo konë shumë e vështirë, se unë 2 vjetë se kom pa prindin. Unë kom pa prindin kështu mas 2 vjetë. A i më ka që thëmi, për shamë, në 18 vjetë e di shka kom shku, arë 21 vjetë, është pak një periudhë shumë e vështirë për prind. Edhe drejt me shku në luftë, është tash do të më kuptuaj se të atë qëfare është në atë moment. Po prindin e kom pas qaq patriotës, qaq komtarë, edhe kështu që u knash më atë punë.